Po ashtu të takohemi, se që me taku ende që 4 vite unë e kryeministri. Kryetari Rama pas vjeshtës do të gjeni punë tjetër. Kemi edhe një numër të madh të projekteve në kryeqytet që unë kisha dashur me ju lut kryeministrit në detyrë këtu publikisht që t'i zhbllokoj buxhetin e kryeqytetit, i cili tashmë është i bllokuar, bartja po ashtu, projektet e mëdha të cilat si unaza e kryeqytetit për shembull që është 206 milion, 82.4 milion prej tyre janë faktikisht falas, edhe ato mundemi me i shty përpara, janë projekte për Prishtinën, për kryeqytetin. Po ashtu të takohemi, se që me taku ende që 4 vite unë e kryeministri për të mirën e kryeqytetit, prandaj këto projekte janë relativisht minore ashtu në relacion me projekte tjera madhore që janë me rëndësi shumë të madhe për zhvillim të kryeqytetit, prandaj po them është fillim i mirë, po ta vazhdojmë kryeministër, bëhemi bashkë e t'i grojmë proceseve të mëdha, jo vetëm këtyre të voglave. Po është e mirë edhe kjo. Së dyti, unë e kam takuar kryetarin e komunës Prishtinës disa herë, në zyrën time, dhe investimet janë 12.234.000 euro në fushën e arsimit në kryeqytet, dhe këtu jemi për fushën e arsimit, jo për çështjet e tjera. Kemi edhe investimet të tjera, por investimet madhore të cilat janë shumë vjeçare, ato natyrisht që kërkojnë planifikime të tjera, e kjo është një plan shumë vjeçar, të cilin duhet ta bëjmë ndryshe mbase me dikë tjetër, e kryetari Rama pas vjeshtës do të gjeni punë tjetër.